Një ngjarje tragjike ka ndodhur në jug të Kolumbisë, ku një kamion i madh Monster ka dalë nga kontrolli dhe është përplasur me spektatorë gjatë një eventi në qytetin Popayan. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 2 persona kanë humbur jetën dhe 37 të tjerë janë plagosur si pasojë e incidentit. Mes viktimave është edhe një vajzë 10 vjeçare, çka e bën ngjarjen edhe më të rëndë. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë momentin kur automjeti kalon një pengesë, por nuk arrin të frenojë në kohë, duke devijuar nga pista dhe duke hyrë në zonën ku ndodheshin spektatorët. Sipas verifikimeve, vendodhja dhe koha e ngjarjes janë konfirmuar përmes materialeve filmike dhe të dhënave teknike, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqjet e aksidentit. Ekipet e emergjencës ndërhyjnë menjëherë për të ndihmuar të plagosurit dhe për t'i transportuar drejt spitaleve, ndërsa disa prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë. Ngjarja ka ngritur shqetësime për standardet e sigurisë në evente të tilla, ndërsa autoritetet pritet të marrin masa për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen. Hetimet janë në vijim për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një defekt teknik apo gabim njerëzor, ndërsa komuniteti lokal është tronditur nga kjo tragjedi e rëndë.